Lani dhëmbët përpara se të flini, mësoni çfarë ju ndodh nëse nuk e bëni. Të shumta janë këshillat që vijnë nga stomatologët për trajtime të dhëmbëve. Ka disa që mendojnë se dhëmbët duhet të lahen përpara se të shkosh për të fjetur dhe të tjerët që mendojnë se dhëmbët duhet të lahen 2 herë në ditë. Një dentist sqaron se të shkosh në shtrat pa larë dhëmbët është njësoj si të shkosh në shtrat me gojen e mbushur me mbeturina. Nëse nuk i lani menjëherë pas ushqimit të paktën 30 minuta pasi keni konsumuar ushqim, atëherë mund të riskoni edhe dëmtimin e smaltit të dhëmbëve. Për më tepër, të gjithë përbërjet acide të ushqimeve që nuk largohen nga dhëmbët janë po ashtu një rrezik i shtuar. Jo mund të ndikoni në rritjen e bakterieve në dhëmbë dhe në kavitetet e tyre. Dhe një gjë e tillë mund të ndikojë në prishjen më të madhe të strukturës së dhëmbëve dhe gjithashtu dëmtimit të tyre. Lajini dhëmbët përpara se të shkoni për të fjetur në mënyrë që ato të mos ndikojnë në krijimin e aromave të këqija në gojen tuaj ditën e ardhshme.